Me këto fjalë, ish-presidenti Ilir Meta, në duke e tjetërsuar fizikisht, u përball me togat e zeza të gjykatës së posaçme për herë të parë në nisje të procesit ndaj tij në themel, brenda kafazit të qelqt. Duke bërë shqiponjën dy krenare me duar, ish-kreu i shtetit nuk ngurroi të hedhë akuza ndaj magjistratëve në sallë. E bashkëpandehur me njeriun që ka mbajtur funksionet më të larta politike në vend, është ish-gruaja e tij Monika Kryemadhi, edhe pse dyshohet për të njëjtat vepra penale, ajo gëzon lirinë, ndërsa këtë të hënë, çifti i dikurshëm politik u bë bashk kundër prokurorit Sotir Klapi, që i ka vendosur nën akuzë për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje mos deklarim të ardhurash, me dosjet çesdia, lobingun dhe faturat mjekësore. Jashtë procesit gjyqësor, Kryemadhi u tregua e ashpër, duke e quajtur procesin një përrallë të montuar. Kërkuam nga gjyqtarja që përveç se të kishim gjithë ekspertimin e telefonit, sepse çdo gjë është e ndërtuar si një fabul, pra po themi, për të krijuar një perceptim, për të krijuar një iluzion optik dhe mendimi në aspektin e mesazheve të caktuara telefonike. Seancë paraprake, gjyqtarja kishte vendosur që prokuroria të më pajiste me këtë material, pra me ekspertimin e gjithë telefonit tim, ku bëhet fjalë për gjithë bisedat e mia, jo vetëm mesazhet të selektuara që organi akuzës ka nxjerrë në akuzë, po për të pasur të gjithë rrjedhojën e mendimit dhe logjikën e mendimit të bashkëbisedimeve të mia. Avokati Kujtim Cakrani u shpreh i irrituar për vendimin e gjykatës që ndaloi transmetimin drejt për drejt të seancës gjyqësore.